Në mbledhjen e radhës, Këshilli Bashkiak i Shkodrës ka miratuar një sër vendimesh me fokus në mbështetjen sociale dhe menaxhimin e buxhetit për vitin 2026. Një ndër vendimet kryesore lidhet me përdorimin e një fondi shtesë deri në 6% mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike për muajin mars, me synim rritjen e mbështetjes për familjet në nevojë. Po ashtu, Këshilli miratoi dhënien e ndihmës financiare për qytetarët e dëmtuar nga zjarri, duke adresuar situata emergjente në territor. Në fushën e menaxhimit të burimeve natyrore, u miratua një ndryshim në vendimin ekzistues për rishikim dhe përditësimin e listave të pasurive pyjore dhe kullotave në territorin e bashkisë. Një pjesë e rëndësishme e mbledhjes ju kushtua edhe çështjeve financiare, ku miratuan disa ndryshime dhe shtesa në buxhetin e vitit 2026, si dhe programin buxhetor afatmesëm 2026-2028. Këto ndryshime synojnë përshtatjen e buxhetit me nevojat aktuale dhe realizimin e projekteve prioritare. Gjithashtu, Këshilli dha miratimin për ndryshimin në planin buxhetor për të mbuluar detyrimet që rrjedhin nga projekti Shtëpia që ndërton të ardhmen, i cili parashikon rikonstruksionin e shtëpisë së fëmijës për moshat 6 deri në 15 vjeç. Vendimet e marra pritet të ndikojnë drejt për drejt në përmirësimin e shërbimeve publike dhe në forcimin e mbështetjes për shtresat më në nevojë në Bashkinë Shkodër.